ligjet edhe respektojnë të gjitha vendimet që i merr ekzekutivi, parlamenti dhe krejt institucionet tjera. Dhe natyrisht në situatat të tilla ku ka ma pak përfaqësim institucional nga një grup siç janë serbët në 4 komunat e Veriut, për shkak të asaj që ndodhi me bojkotin institucional nga pjesëtarët e serb, pra pa zgjedhje lokale në mënyrë legjitime dhe të lidhshme, po jo në nivelin e duhur të demokracisë, sepse ju e dini, publiku e din, pjesëmarrja ishte shumë e vogël e qytetarëve që dolën në zgjedhje, largimin nga policia, largimin nga organet e sigurisë, largimin nga sistemi i drejtësisë, ka bërë që qytetarët në 4 komunat e Veriut me qenë të nënpërfaqësuar në institucione dhe besoj që ky është problemi më i madh. Në anën tjetër, veprimet që ndërmerren me qëllim të rikthimit të sigurisë dhe të sigurisë së vetë qytetarëve në atë pjesë, unë i konsideroj veprimet lidhshme të autoriteteve publike, por që gjithmonë duhet me pas parasysh krejt të veprime me shku në frymën e respektimit standardeve që lidhen me drejtat që ata qytetari kanë në Republikën e Kosovës. Dhe në vazhdimsi edhe tek çështjet tjera të ngritura pas zgjedhjeve lokale, unë kam dalë me prononcime publike, kam bërë thirrje autoritetet dhe kam kërku që në veprimet e tyre të lidhshme duhet kenë parasysh ndjeshmërinë që e ka situata, duhet kenë parasysh që respektimi i drejtave të njerëzit duhet i pri në veprimet e tyre si standard i cili i ban këta qytetarë mundi si qytetarë të barabartive. Dhe pati një reagim të ministrisë në cilën ju akuzuan për dëmtim të imazhit të shtetit, sepse ju në një raport gjetët që kriteret të cilat janë vendosur për shtesat e fëmijëve janë diskriminuese për një komunitet të caktuar. Në fakt, jam i prirur të mos shumë në komente të deklaratave të autoriteteve publike. Qëndrimi ishte në emër të ministrisë. Ka qenë e para procedura dhe mënyra si kanë reaguar ka qenë e papranueshme. Edhe është në kundërshtim me ato standarde për cilat na jemi angazhuar këto 25 vite të aktivitetit institucional. E dyta, asnjë autoritet në Republikën e Kosovës nuk ka të drejtë me ndërhyrë në punën e avokatit të popullit. Pra avokati i popullit nuk pranon ndërhyrje çfarëdo natyre qofshin ato. E treta, autoritetin edhe prestigjin e shtetit të Kosovës në aspektin vendor ndërkombëtar e rrit nëse autoritetet respektojnë raportet dhe rekomandimet e avokatit të popullit. Dhe mos harroni, është standard ndërkombëtar. Nga niveli i zbatimit të rekomandimeve të avokatit të popullit matet niveli i demokracisë në një vend. Nuk mund askush në këtë vend ta vendos në një lupë të tillë avokatin e popullit sa t'i kërkoj llogari për vendimarrjen e vet, sepse e para gëzon imunitet, edhe e dyta, avokati i popullit gjithmonë në vendimet e veta niset nga një parim që autoritetet tjera dhe mund të mos e kenë, sepse e kanë parimin e ligjshmërisë e përsia drejtave të njeriut në raport me gjitha çështjet tjera. Ju keni konstatuar që ka kritere diskriminuese tek shtesat e fëmijëve, apo kjo është në raportin. Cilat janë kriteret diskriminuese? Vendimi në fakt ka të bëjë me vendimin e qeverisë për verifikimin e vendbanimit të përfituesve të shtesave. Dhe deri këtu jemi në rregull, sepse është drejt legjitime e Ministrisë Financave me kontrollu se apo shfrytëzohen ligjshëm mjetet që i ndahen për këto shtesa. Dhe për me verifiku këto adresa ka kërku para kanë nxjerrë një vendim që nuk është publik, nuk është i arsyetuar dhe nuk është treguar cilat janë kriteret e klasifikimit ose selektimit familjeve që kanë më verifiku. Pjesa tjetër pastaj është më problematike sepse familjet që përzgjedhen më verifiku duhet me e dërgu në formën elektronike një vërtetim nga shkolla, që fëmiu është në shkollë, nëse është në shkollë, një vërtetim i vaksinimit nëse fëmia nuk është në shkollë dhe është në proces të vaksinimit, një dokument nga pagesa e energjisë elektrike, ose në mungesë të këtyre 3 dokumenteve duhet shkoj në ASK, Agjencinë e Statistikave të Kosovës, së bashku me krejt anëtarët e familjes, të lejmërohet aty dhe të regjistrohet. Dhe këtu na kemi pa që nuk ka bazë ligjore një veprimi të tillë, sepse ASK-ja ka një autoritet e një mandat krejt tjetër, nuk ka të bëj fare me pjesën me cilën është ngarku nga Ministria e Financave dhe në anën tjetër, 3 kriteret e para, 3 dokumentet e para për komunitetin serb nuk pranohen, sepse janë
dokumentet që lëshohen nga sistemi serb.